Ka njerëz që Allahu i zgjon me një ajet, ka njerëz që Allahu i zgjon me një hutbe, por ka edhe të atill që i zgjon me humbje. Pra, përmes shumë fatkeqësive që atyre u ndodhin në jetë. Ndonë se ato ndodhin për shkak të largimit tyre nga Allahu, për shkak të veprimeve tyre të gabuara, megjithatë Allahu edhe përmes këtyre fatkeqësive që u ndodhin, ai realisht është në kërkim të robërve të tij. Ai realisht është duke i thirrur shpirtrat e tyre që ata të kthehen drejt Zotit të Madhërisëm. Sepse kur zemra largohet shumë, ndonjëherë Allahu e kthen robën tek vetja e tij përmes dhimbjes. Prandaj sa njerëz kanë jetuar dhe jetojnë duke menduar se kam ende kohë, jam ende i ri, kam shumë punë për të kryer, kam shumë plane për të realizuar, kam shumë dashamir, miq e njerëz për zemër që nuk mund t'i lë për shkak të kësaj thirrje, për shkak të kësaj feje e kështu me radhë, por problemi nuk është kur njeriu vonohet, por kur mashtrohet nga arritja e momentit dhe e synimit për cilën nuk ka garancë se mund të jetojë dhe mund të arrijë atë. Pra, ky vonim që ndodh në jetën tonë, vonimi në përgjigjen ndaj thirrjes së Allahut, në përmbushjen e përgjegjësive tona karshi Tij, ndodh për shkak të largimit nga Allahu. Dhe nuk është frika e rrezikshmërisë së lartë në mashtrimin nga vonimi, sa është nga mashtrimi nga garanca e arritjes së synimit. Pra ndodh që njeriu dëvonohet në raport me thirrjen e Allahut. Dhe është një gabim që kërkon shërim, që kërkon trajtim, por ajo që është më e rënda në këtë drejtim është kur robi e harron këtë vonim, saqë edhe mendon dhe fillon një lloj garance të paqenë, të paqëndrueshme se ai mund të arrijë momentin e ndryshimit, ndërkohë ka shumë njerëz që e kanë synuar ndryshimin, kanë menduar se do të arrijnë pleqërinë, por kanë vdekur në rini. Sa plane jetësore që ne i bëjmë, nuk mund t'i arrijmë ato, madje as nuk mund të mendojmë më për to, për shkak të angazhimeve të shumta, për shkak të sprovave, për shkak të orientimit jetësor që ne mund ta përjetojmë. Pra nuk ka mashtrim më të madh se sa ta mashtrosh vetën duke menduar se un mund të ndryshoj një ditë, apo duke e vonuar ndryshimin, apo duke e vonuar përgjigjen në raport me thirrjen që Allahu ty ta bën dhe neve në përgjithësi.